Vllaznia në atletikën për meshkuj vijon të konfirmoj dominimin e saj në nivel kombëtar. Gjatë 18 viteve të fundit, kjo skuadër ka arritur të fitojë në mënyrë të pandërprerë të gjitha trofet, duke nisur nga grup moshat më të reja deri te ekipi i parë. Vetëm 2 javë më parë, Vllaznia u shpall kampione në kategorinë U16, ndërsa sot regjistroi një tjetër sukses të rëndësishëm, duke fituar titullin kampion dhe në kategorinë e 18 vjeçarëve. Ky aktivitet u zhvillua në stadiumin Loro Boriçi në Shkodër, ku mblodhi rreth 150 sportistë, përfaqësues të 10 ekipeve pjesëmarrëse. Skuadra kuqe blu arriti një sukses të dyfisht në renditjen ekipore me 87 pikë vendin e parë, ndërsa çmimi i sportistit më të mirë ju akordua atletit Arion Alibali. Duke zënë përkatësisht vendet e para, pothuajse në çdo disiplinë, sidomos në garat e sprintit dhe të kërcimeve. Kishte rezultate premtuese, çka janë një diçka pozitive që i vjen në ndihmë edhe ekipit të rive edhe ekipit të rriturve. Nëse në konkurimin për meshkuj Vllaznia mbetet një forcë absolute në të gjitha grup moshat, përtej përpjekjeve i njëjti dominim nuk reflektohet në garat e femrave. Ne jemi në përpjekje për të ringritë edhe ekipin e femrave, jemi duke punuar seriozisht, duke marrë me ekipin e moshave, ku aty është baza për të ndërtuar të ardhmen, dhe unë shpresoj dhe besoj shumë që shumë shpejt do të arrijmë që të jemi konkurrues edhe me ekipin e vajzave, ashtu siç jemi edhe me djemt prej 18 viteve radhëzi në të gjitha grup moshat. Kupa e Republikës është aktiviteti i radhës në 7 maj, ku Vllaznia synon të përsëriste njëjtin sukses.